Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë i ndodh organizmit nëse konsumoni një gotë hire erdhëll çdo mëngjes. Hira, lëngu në të cilën gjyshet tona e ka në përdorur dikur, sot është një lëng pak i njohur. Në tregje vështirë të gjendet, por nëse diku në afërsi keni hapësirë ku shitet djathi ose jeni në lidhje me dikë që prodhon sasi të madhe të djathit, gjithsesi mund ta gjeni atë të freskët. Kjo është pjesa e lëngut që mbetet nga procesi i zënies së djathit. Hira është e përdorshme për shkak të vlerave ushqyese që rregullon edhe tretjen. Posedon 16 lloje të proteinave, 8 minerale, 7 vitamina, 23 aminoacide, 11 enzima dhe shumë elementë të tjerë të domosdoshëm. Disa besojnë se hira posedon vlera të larta ushqyese sa të bardhat e vezëve, nxisin punën e veshkave, mëlçisë dhe lukthit, përshpejtojnë pastrimin e organizmit dhe largojnë helmet e grumbulluara. Nëse konsumoni në mënyrë të rregullt, ndihmon në aktivizimin e shumë funksioneve të trupit, e po ashtu ndihmon edhe në shkrirjen e dhiamit shtesë. Mund ta pini 3 herë në ditë për të paktën 1.5 decilitra, e nëse pas disa ditësh nuk ka efekte anësore, mund të konsumoni 1 litër në ditë. Studiuesit si Dr. Drisak kanë dokumentuar se hira është një produkt shumë i mirë kundër problemit të çrregullimit të zorëve dhe jo vetëm. Hira pastron mëlçin dhe detoksifikon trupin. Hira njëkohësisht nuk përmban gluten dhe mund të përdoret edhe nga ata që janë intolerant. Gjithashtu, hira të bën mirë, pastron mëlçin dhe gjithashtu mund t'jap përfitime të mira për shëndetin tuaj. Për të bërë 1 kilogram djath duhen 10 litra qumësht, 9 prej të cilave del hira. Është pikërisht ky lëng që kullohet plotësisht dhe qartësohet dhe quhet lëngu magjik. Sipas të dhënave të Brightside, hirën e krahasojmë me qumshtin e gjirit për vlerat e jashtëzakonshme që ka dhe studimet e para e tregojnë se ajo është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju dhe për shëndetin. Pioneri i kërkimeve për sistemin imunitar, Elie Metinkov, njëkohësisht fituesi i çmimit Nobel në psikologjinë e mjekësisë në vitin 1908, e ka vlerësuar së tepërmi futje në dietën e përditshme të hirës. I quajtur ndryshe baba i imunitetit mes natyrales, Metinkov ka thënë se hira ka një efekt të pakrahasueshëm për sistemin gastrik. Jetëgjatësia e mosprekjes së banorëve të Kaukazit nga probleme të ndryshme ja atribuohet pikërisht konsumit të hirës nga kjo popullat. Hira mund të përdoret si nga të rriturit ashtu dhe nga të vegjëlit. Gjithashtu edhe vlerat më të mira ushqyese do t'i jap ajo edhe në mbrojtjen e organizmit dhe mbajtjen larg të një sër komplikacionesh. Hira e qumshtit dhe e kosit është një nga produktet më mirëbërëse dhe funksionon shumë mirë si një recetë natyrale për shëndetin. Hira është e pasur me 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të shëndetshëm. Nga studimet dhe burimet e konsultuara rezulton se hira përmban 16 lloje të proteinave, por mbi të gjitha, hira e pastron mëlçin. Sjell rezultate mjaft të mira në këtë aspekt dhe gjithashtu mban larg një sër komplikacionesh. Nëse doni të përmirësoni shëndetin dhe të sillni trupit tuaj shumë përfitime, atëherë hira asesi nuk duhet të mungojë për dietat tuaja. Studime të reja të botuar në revistën Clinical Nutrition tregojnë se hira ndihmon fort për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve të mëlçisë së dhjamosur dhe sëmundjeve të zemrës. Pas vetëm 4 javëve të shtimit të proteinave të hirës në ushqim, të dhënat kryesore të yndyrnave të gjakut u përmirësuan në mënyrë të fortë tek pjesëmarrësit. Përdorimi i hirës ul ndjeshëm sasinë e yndyrnave brenda qelizave të mëlçisë së dhjamosur. Ekipi mjekësor i Universitetit të Lozanës në Zvicër, i cituar nga Brightside, sugjeron fuqishëm se proteina e hirës arrin të jetë një mënyrë efikase për të mbajtur larg problemet të mëlçisë. Hira ndihmon gjithashtu edhe në pastrimin e gjakut. Megjithëse nuk jep gjithmonë vëmendje mëlçisë, hira është me të vërtetë e rëndësishme për pastrimin e gjakut, duke pastruar nga kimikatet e dëmshme dhe toksina. Sipas shkencëtarëve, ka një lidhje mes problemeve të mëlçisë së dhjamosur dhe cilësisë së gjakut. Pasojat sjellin probleme të metabolizimit dhe lëndëve të lidhura ngushtë me nivelet e larta të triglicerideve dhe kolesterolit të keq.
Hira gjithashtu është një mundësi e shkëlqyer për të mbajtur trupin tuaj në formë. Nëse doni të përmirësoni format tuaja trupore dhe të mbani larg edhe problemet e saj, atëherë hira është një zgjidhje shumë e mirë. Ajo mund të cilësohet si një nga produktet më mirëbërëse edhe për personat që duan të kenë një formë më të mirë trupore. Duke e konsumuar rregullisht përpara stërvitjeve do të ndikojë pozitivisht në rritjen e performancës së trupit dhe mbajtjen larg të dëmtimit të muskujve. Nëse doni që të keni një performancë më të mirë muskulore, hira duhet të jetë pjesë e pandarë e dietave tuaja. Kështu, ajo do të ndikojë në rritjen e performancës së muskujve dhe gjithashtu do të keni një strukturë të fortë të tyre. Është fakt i njohur se proteina ndihmon në mbajtjen e formës së trupit nën kontroll. Ajo është një ushqyes që e ngop shumë organizmin nga të gjitha anët. Në mjaft studime, ngrënia e proteinës në masën 25% të konsumit të kalorive ditore ul me 60% urim për të ngrënë. Studimet kanë treguar se zhvendësimi i burimeve të tjera të kalorive me proteinë hire, të kombinuar me aktivitet të fortë fizik, mund të sjellë ulje peshe deri në 3,5 kg në mënyrë krejt natyrale për 3 muaj, dhe kjo duke mbajtur në ekuilibër masën muskulare. Nëse jeni duke u përpjekur të humbisni në peshë, atëherë një shtojtëse proteinave me hir ju ndihmon të mbani trupin në formë dhe të ruani gjithashtu masën e çmuar muskulare, duke ndikuar pozitivisht në shëndetin tuaj. Hira është një produkt shumë i mirë edhe për pastrimin tuaj të veshkave. Hira bën një punë të shkëlqyer duke pastruar veshkat, madje në disa raste duke shkrirë edhe gurën në to. Nuk është rastësi që doktorët rekomandojnë masivisht konsumin e hirës te personat e sëmurë nga veshkat. Tonifikon muskujt dhe ka efekte të mira dobësuese. Hira rekomandohet gjithashtu për të rënë nga pesha, duke qenë se proteinat e saj ndihmojnë për të dobësuar dhe për të rritur masën muskulare. Përveç kësaj, ajo ju jep ndjesinë e ngopjes duke ndikuar te niveli i hormoneve që ulin oreksin. Ndërsa atyre që u pëlqen sporti në vend të kokrave energjike që marrin, mund të përdorin pikërisht këtë pije, pasi fakti se ato përmbajnë proteina i jep energji muskujve dhe të gjithë trupit. Forcon kockat dhe pengon osteoporozën. Sigurisht që hira nuk ka asnjë yndyrë që ka qumshti dhe është një zhvendësues shumë i mirë i tij për sa u përket vlerave ushqimore. Nga studimet rezulton se hira përmban 16 lloje të proteinës, 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të domosdoshëm që janë pikërisht te përmbajtja që ka edhe një përfitim të mirë për shëndetin tuaj. Pija magjike ndihmon edhe në periudhën e prekjes së femrave nga osteoporoza, pasi furnizon kockat me ushqim. Rregullon yndyrën e tepërt në gjak. Hira u rekomandohet njerëzve të cilët kanë probleme me yndyrën e tepërt në gjak. Pas vetëm disa javëve të konsumit të rregullt do të shikoni efekte të mrekullueshme. Ajo mban larg edhe stresin. Hira nxit prodhimin e serotoninës, hormoni i lumturisë dhe kështu ndihmon gjithashtu edhe në zvogëlimin e ndjenjës së stresit. Për të bërë këtë produkt në shtëpi, duhet të ndiqni disa hapa vërtet të thjeshta, dhe kështu do të keni një shije të veçantë për dietën tuaj, duke marrë edhe përfitimet që hira do t'i sjellë me shumicë për shëndetin tuaj. Zjeni 1 litër qumshtie, kur t'jetë në vlim e sipër, hidhni 1 pikë limoni që të pritet. Lini të ftohet dhe ndani veç lëngun e të dukshëm që ngjitet sipër, pra hirën. Hidheni në një shishe qelçi dhe konsumoni fillimisht nga 1 gotë në ditë. Pjesa që mbetet si salcë vlen po aq sa lëngu. Një lugë e kësaj, po të tretet në ujë dhe të konsumohet, jep të njëjtat efekte pozitive për organizmin. Hira është një pije mjaft e mirë për shëndetin tuaj. Konsumi i saj në mënyrë të rregullt do të ndikojë pozitivisht në vlerat e trupit dhe mbajtjen larg të një sër problemesh. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.